Pul me qull dhe hudhra kemi për sot. Një recetë tradicionale, e thjesht në përgatitje dhe shumë e shijshme. Vazhdojmë me përgatitjen. Si fillim marrim një pul rreth 800 gram, të cilën e kam larë dhe e kam darë në pjesë. Më pas I hedhim një lugë vaj ulliri. Do ta skuqim pulën nga të gjitha anët. Pasi e kemi skuqur mirë pulën, do t'i hedhim rreth 1 litër e gjysmë ujë. I vendosim kapakun dhe e lëm të ziejë në temperaturë të ulët derisa mishi të ketë zier plotësisht. Kur mishi ka filluar të ziejë, I hedh rreth gjysmë lugë krip. Ndërkohë që mishin e lë të ziejë, në një tigan hedh 2 lugë vaj ulliri, më pas hedh 2 lugë miell gruri, e skuqim mielin në temperaturë mesatare. Kur mielli I grurit ka filluar të kuqet, I hedh 2 lugë miell misri dhe vazhdojmë me skuqjen. Miellin e misrit nuk ja hedh që në fillim, pasi nëse do t'ja hedhim që në fillim, do të dojë më shumë kohë të skuqet mielli. Pasi mielli është kuqur dhe ka marrë një ngjyrë kafe të lehtë, I hedhim nga lëngu që kemi zier pulën. Duhet kemi kujdes që të mos ta digjet mielli kur e skuqim, sepse nëse digjet, merr një ngjyrë më të errët dhe bëhet pak I idhët. Ndërkohë që I hedhim lëngun, e trazojmë vazhdimisht në mënyrë që mos ta mbesi mielli topa topa. Mishin që kemi zier e kalojmë në një tavë, të cilën më pas do ta vendosim në furr. Hedhim tek qulli dhe lëngun e mbetur të pulës. Më pas do t'i hedhim 3 thelpinj hudhër. Masën e përgatitur do ta kalojmë në tavën në të cilën kemi vendosur mishin. Do ta vendosim në furr të piqet me 200 gradë për rreth 15 deri në 20 minuta. Tava tashmë është gati për ta konsumuar. Është një recetë e thjeshtë dhe mjaft e shijshme. Nëse dëshironi, mund t'i shtoni qullit edhe arra. Nëse e provoni, u bëftë mirë. Dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit.